Po, edhe në Lap edhe në komuna tjera presim, padyshim edhe sondazhet kanë kallëzuar që ka rritje, kështu që jena më shumë se shpresë për me rikthyer rezultatin. Cili kish me qenë rezultati ideal për LDK në këto zgjedhje? Rezultati ideal është ai që jep aq më shumë autoritet për krye qeverisë dhe për presidencë, në mënyrë që mos me mbet interesat kombëtare në interesa personale vetjake, siç kena po deri tash të kurtit. E kemi pa që gjatë fushatës, zonja Osmani po dhe zotja Abdigjiku e kanë përmend ma shumë presidentin Nisorek Rugova. Njëri për njerëzve më të afërt të ish presidentit Rugova është Tagim Veliu, i cili ka refuzuar me kanë pjesë e listës. Çu e komentoni? Përpes kënë këtë politika dhe të lokale të podujeves edhe historisë së LDK-s, unë veç respektoj vendimin e Tagim Veliut, edhe so ma shumë kandidat, bashku më shumë është ma mirë, po është vendimi i tij.